Adela, po ku gjen këto lajme ti? Si gjen këto lajme ti? Pa ne ilumino pak tani. Unë këto lajmet nuk dua që ta tregoj. Jo, mos e trego formulën se na e vjedhin. Lojnë sekretet, por mos e trego. Diçka që gjithmonë të gjitha lajmet që kanë të bëjnë me studime sociale, aktualiteti gjithmonë dalin në portalet huaj. Është shumë e thjeshtë. Qofse ti do bërë scroll në The Daily Mail apo në portalet të tjerë të huaj, ti lajmin do e kapësh një 2 javë më parë se sa të bëhet do i çik sa të vi. Në studio. Gjithë ajo rrugë detare sa të vi me det. Bukra e Adelës është që në këtë studio nuk sjell lajme që ju i shikoni rëndom tazi në këto portalet që pafundësisht thon lajme të pavërteta, saqë për ishtë vërtet edhe kur vdiq ai këngëtari Shpat Kasapi, unë nuk e besova se thash do të jetë në i fake, por kur e nxorën të gjithë pastaj thash, kështu që kthehemi ke batuta Adelës. Jo, prit se kam unë një mendim para se të vemi te batuta. Kam unë një batut. Batuta është kjo. Klinika Kate, klinikë e mrekullueshme, sidomos batuta reklam tani që ta kuptojmë. Është një reklam me batut. Klinikë e mrekullueshme, klinikë kozmike, sidomos ajo e dhëmbëve. Dentarja, ajo e reja që ka bërë. Unë do vetë atje, do të hap gojën kur të mbaroj punë me skerdin. Me dortëset, se do për skerdin. Punë me flokët njerë, pasaj shko dërë ke goja. Goja është e para se flokët nuk na ju në punë. Dhe unë kam një mendim që mos ta thot Adela atë karmën e saj. Pse? Ta thuash ti sot për shumë. Ta them unë? Po. Jo, nuk jam marrë Adelës. Nuk jam merë? Jo, nuk jam po s'ka gjë zemër këtë manë, mos më merë gjë tjetër. Jo, zemra, jo. Ta marun? Mere, që se fitove sot mere, ta kam falë. Po, si burri vetëm që jam në net të tre këtu, po që nuk hyjë në asnjë statistik, mos i besoni gjithçkaje që dëgjoni, mos i besoni gjithçkaje që shikoni. As 1/10 e asaj që dëgjoni dhe shikoni.